Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me një lajm të keq për ju të cilët jeni ndjekës të rregullt të Big Brother VIP Kosovës, domethënë edhe sonte nuk e keni Prime në YouTube dhe nuk më pëlqen në fakt kjo situata që bëhet që nuk e lëshojnë Prime në YouTube, shkaku sepse duan që të aktivizojnë këto platformat e tyre për të blerë, po nuk është e drejtë sepse publiku mendoj që edhe nga YouTube-i ju jep mundësinë atyre të fitojnë. Por pikë së dyti, pas këtij lajmi, çfarë do të ndodhen me Dolçen dhe me Edin? Kam dëgjuar dhe kam marrë informacione që Dolçe para se të lëshojë sonte shtëpinë e Grande Fratello të bisedon me Edin. Ndoshta e tëra kjo që ajo nuk e ka pranuar Edin, e ka mohuar atje është një mision i saj, një mision i koordinuar së bashku me Big Brother VIP Kosovën, por ajo do të bisedon me Edin, domethënë do të bisedon me Big Brother VIP Kosova para se të largohet nga Grande Fratello dhe kjo do të ndodhen gjatë Prime-it të natës së sotme. Dhe videoja e cila është bërë në rrjetet sociale që është bërë virale dhe është shkrepur si fotografi nga portale duke quajtur që Dolçe është puthur me Domenicon në Itali, kjo rezulton që të jetë lajm i rrejshëm. Videoja është bërë me inteligjencën artificiale, domethënë Dolçe thjesht ka vallëzuar, është argëtuar, e ka shijuar javën atje në Itali, por jo diçka përtej saj. Ndërsa në Instagramin e Dolçes është bërë një veprim së fundmi ku menaxheri i saj ka postuar një fotografi menaxheri, do të thotë menaxhuesit e Instagramit, ku është bërë editim që gjas me Edi duke shkuar me burrat shqiptar edhe duke marrur Dolçen nga Italia. Siç duket, faqja e Dolçes e merr me shumë sportivitet dhe e ka shijuar pafund këtë moment.